që i the, dhe unë du me ndërlidh, pasi që kam formuluar një pyetje me një sens shumë interesant, ai që e zbuloi poçin elektrik, Thomas Edison, Facebookun, Mark Zuckerberg, dhe internetin të tjerët, më shumë të mira, me çfarë shpërblimesh sipas jush kanë tek Allahu edhe pse nuk janë musliman. Çfarë shpërblime do të kenë ata në botën tjetër, ose si do të shpërblehen këto? Këta janë njerëz të zgjuar, janë njerëz të mençur. Ka dhe shumë, për ndërprer, ka dhe shumë personalitete tjera që kanë zbuluar gjëra tjera ndryshme. Absolutisht. Ju i përmendet vetëm një pjesë. Një pjesë të vogël. Thomas Edison, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, e shumë të tjerë kanë meritat mëdha që i kanë dhënë njerëzimit dhe po japin vazhdimisht njerëzimit puna e tyre shkencore, domethënë ma veç po implementohet e po zhvillohet dita ditës. Sa i takon a do t'jenë xhenet apo në xhenem, nuk është punë e jonë ajo. Zoti e din. Edhe Zoti, domethënë, shpesh herë disa njerëz duke e ditur, që u ndërpret, duke e ditur që nëse na do e përdorim për mirë, ose do e përdorim për të keq diku. Këtu dua t'ju pyes, na përdorim nganjëherë për të mirë, ose dikur gabojmë e përdorim për të keq internetin, ose rrjetet sociale, ose ka shumë njerëz që e përdorin për punë, për gjëra të tjera. Këtu e kam një mëdyshje se çdo të ndodh në botën e mateme me këto personalitete, ose me këta njerëz, lloj njerëz. Ai ka zbuluar çat program. Por ai ty nuk ka faj pse ti e përdor për mrapsht ato. Ai ka zbuluar atë program për marr. Që ti me punu me ta, me të lehtësu jeta jote, edhe puna jote që e bën. Nëse ti e përdor për keq, ai nuk merr përgjegjësi. Po tash kanë filluar disa programe që më i bën dhe disa penalitete. Nëse ti bën abuzime me çat program, ai të nxjerr pej sistemit. Nështë ke mujt me vrej. Po. Pra ashtu e inteligjenca artificiale. Se kjo është inteligjencë artificiale, ne si njerëz jemi inteligjencë emocionale. Dhe është edhe një libër për inteligjencën emocionale, po edhe për inteligjencën artificiale. Janë dy libra që janë autorë të shquar, që janë edhe libra bestseller me të shitur. Dhe këta i kanë bërë këto zbulime. Po a i shpërblen Zoti njerëzit që bojnë zbulime që ja u lehtësojnë jetën njerëzve? Pa dyshim pa. Zoti e shpërblen ato që munduhet me ja lehtësu jetën njerëzimit. Pa morë parasysh çfarë aja jep xhenetin. Ajo është një dimension tjetër. Ne nuk guxojna me paragjyku ose me thonë a është besimtar apo pa besimtar, a ka më shku në xhenet, a në xhenem, është punë e Zotit ajo. Na nuk mujmë me vendos tjerët në për xhenet e në për xhenem. Siç ishte rasti një sahabiu që thuhet kishte ndodhur një gjë në kohën e Muhamedit alayhis salam, e kishin mbyt në njëri, edhe thanë na e mbytëm se ai ishte pa besimtar. Tha pejgamberi, tha, si e vrat njeriu ta? Tha aja hapet zemrën mi apo atia, shpirtin, a mendjen, tha mi apo që i shkruan ato është musliman. Apo hoxh njeriu duhet demonstru me vepra. Është vërtet që demonstruohet me vepra njeriu. Po ku e dim na se ai bën vakip, ndoshta ai fal 5 vaktet, po nuk don ti me pa asaj tjetër me pa. Ndoshta ai e njeh më mirë fen islam se na, e Kur'anin bë vakip që e njeh më mirë se na, po na nuk jena të vetëdijshëm. Se a din se ka një herë më i mirë është një njeri që i falet Zotit edhe nuk don ta bëj faljen për sy e faqe
edhe nuk don ta ekspozoj të folën e tij ose sadakon, siç është sadakoja që jepet për shembull. Më e mirë është ajo që se sheh dorë a dorë. Domethënë sadakoja më sheft. Pra, këta njerëz Zoti i ka shpërblyer këtë botë. Shpërblimet jon ka i shojnë edhe këto. Domethënë Zoti të shpërblen edhe në këtë botë. Po nëse thotë wa huwa mu'min, po nëse ka qenë besimtar, a e dini se çfarë shpërblimi të madh do marrë në botën tjetër, nëse ka qenë besimtar. Zoti thot Kur'an: Men amila amalan salihan wa huwa mu'min aw dhakarin wal untha fala nuhiyanahu hayatan tayyiba. Po thot kush bën një vepër të mirë, vepër të mirë është një program i mirë që e lehtëson jetën e njerëzve. Sigurisht. Wa huwa mu'min, duke qenë besimtar. Thot, ne thot do t'i japim atina një jetë të mirë. Po pastaj thot do t'i përgëzojmë edhe me xhenetet tona të bukura. Pra, këta ja kanë lehtësuar njerëzimit jetën, dhe tash siç po del këtu tash një farë matematike, po del se këta ku kanë besimtar të mëdhej. Më falni veç pak. Nëse ne nuk jemi besimtar, ne nuk ju besojmë as kauzave tona. Nëse ne nuk jemi besimtar, ne nuk ju besojmë as atyre aplikacioneve ose programeve që ne kena bë. Këta ju kanë besu programeve të veta, i kanë implementu, i kanë zhvillu dhe kanë dhez. Pse? Besimin e kanë pas të madh. Kurse do, i thot veti, falem Zot, i thot veti musliman, për ta më shkuën punë. I thot veti musliman dhe në gjysmë ditës në gjumë. I thot veti musliman një program se ka zbulu. Më fal. A jem na umeti i ikras? Umeti barësia e leximit, e studimit, e shkencës, inovacionit? A thot Zoti në Kur'an: Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Në më të vërtetë në ndrimin e natës e ditës ka argumente për të zotët e mendjes. Apo thot Zoti me të vërtetë më shumë të frikën dhe drojen dhe mbindjen Zotit ja kanë dietarët, njerëz të shkencëtarët, zbuluesit e mëdhej. Hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Kella, kurse si. Tash, këtu po na del një farë matematike që këta ku kanë besimtar më mëdhej se na. Këtu po del diçka që këta me të vërtetë ko kanë punëtor shumë mëdhej. Kështu kanë qenë shokët e Resulullahit. Ditë nat kanë punu, kanë zhvillu, kanë avancu. A dini se kush ka qenë Avicena, Ibn Sina? A dini kush ka qenë Nasruddin Tusi? Nasruddin Tusi, Avicena ka qenë mjeku i mjekëve. Ka qenë si sot bazat e mjekësisë janë themeluar për Avicenën. Avicena ka qenë dietar islam, ka qenë gramatician, ka qenë mjek, ka qenë kështu. More na sot një profesion e kena edhe që ato nuk kena lezu, nuk kena kulturë të lezimit sa duhet për qatë profesion. I ka bo më në vaki 50 vjetë tjes vetë një liber se ka lezu. Jo më me studiu, se studimi është ma i thellë, veprimi është dahe ma i thellë, akademizimi i saj është edhe ma i thellë. A lezimi është hapi fillestar. Abetare.